Këtë vit, kremtimi i ditës së ujit bekuar u zhvillua në kushte as pak të favorshme atmosferike. Rreshjet e rrëmbyeshme kanë përmbytur disa qytete duke krijuar sfida për zhvillimin e riteve tradicionale. Megjithatë, besimtarët ortodoks nuk u dorëzuan, duke marrë pjesë në liturgjitë dhe ritualet e shenjta të pagëzimit të Jezu Krishtit. Rituali i hedhjes së kryqit i parashikuar për herë të parë në portin e Durrësit u anulua për shkak të rreshjeve dhe rrugëve të bllokuara, një situatë e rrallë për dekada. Megjithatë, në qytetet e tjera besimtarët sfiduan motin e keq. Në Vlorë, një i ri u holl në ujërat e Jonit duke sfiduar detin e egërsuar. Në Berat, kryqi u holl në ujërat e Usumit pas së meshës së katedrales së Shën Dimitrit, ku një 15 vjeçar arriti ta nxjerrte nga uji për herë të parë. Në Korçë, kryqi u holl në shatërvanin e qytetit dhe u ka për të tretën herë nga një i ri që e praktikon ritualin çdo vit. Në Elbasan, kryqin e nxorri një 14 vjeçar në një nga pishinat e qytetit. Në Lushnjë dhe Fier, besimtarët morën pjesë në ceremonitë lokale ku kryqi u dorëzua pas përfundimit të ritualit tek përfaqësuesit e kishës për bekim. Në Ersek, Gjirokastër dhe të gjitha kishat ortodokse të vendit, ceremonia u mbajt me solemnitet. Pas përfundimit të riteve, besimtarët morën ujë të bekuar për të përdorur në shtëpitë e tyre si simbol të mbarësisë, paqes dhe bekimit për familjet gjatë vitit të ri.